Shumë prej jush më kanë shkruar për kultivimin e trangujve, sallatorit. Ndonjëherë duket I vështirë sepse gjethet thahen, bima nuk jep fruta ose frutat dalin të hidhura dhe të verdha para kohe, shikoni këtë. Ky trangull është I gjelbër, I fortë, I freskët. Dhe kjo bim ka po aq tranguj si ky në të gjithë gjatësinë e saj. Jo 2, jo 3. Po prodhon vazhdimisht çdo ditë. Sot do t'ju tregoj metodën përfundimtare për të pasur korrje të pafund me trangujsh, edhe nëse keni pak hapësirë. Do të përdorim teknika që respektojnë natyrën dhe sigurojnë tranguj të freskët dhe të freskët deri në fund të stinës. Qëndroni deri në fund sepse hapi I fundit, ai I korrjes, është sekreti që shumica nuk e din dhe që e bën ndryshimin midis bimës që prodhon 2 javë dhe bimës që prodhon gjithë verën. Para se të fillojmë, nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Para se të hyjmë te hapat praktik, dua t'ju tregoj diçka për biologjinë e trangullit që shpjegon saktësisht pse bima sillet ashtu siç sillet. Trangu, Cucumis sativus, është bimë vjetore me origjinë tropikale. Kjo origjinë tropikale shpjegon shumë nga sjelljet e tij. Ka nevojë për nxehtësi, ka nevojë për lagështi dhe ka nevojë për polenizim të vazhdueshëm, por gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është qëllimi biologjik I trangullit. Si çdo bimë, qëllimi I saj kryesor është riprodhimi. Fruti I trangullit nuk është ushqim për ju. Është streh për farat. Bima prodhon fruta për të shpërndar farat dhe për të siguruar riprodhimin. Kur e kuptoni këtë, kuptoni gjithçka tjetër. Nëse lini trangullin të piqet plotësisht dhe të bëhet I verdhë dhe I madh, bima mendon se ka përmbushur qëllimin e saj. Ka prodhuar fruta me fara. Ndalon prodhimin. Energjia shkon tërësisht drejt pjekjes së atij fruti dhe jo drejt prodhimit të frutave të rinj, por nëse korni trangullin para se të piqet plotësisht, bima mendon se ka dështuar. Nuk ka arritur të prodhoj fara. Dhe reagon duke prodhuar më shumë lule, më shumë fruta, duke u përpjekur të arrijë qëllimin e saj. Ky është sekreti I korrjes së pafundme. Jo teknik magjike. Biologji e thjeshtë. Trangu gjithashtu është bimë me konsum të lartë ujore. 96% e trangullit është ujë. Kjo do të thotë se bima ka nevojë për sasi të mëdha uji për të prodhuar çdo frut. Nëse uji mungon, frutat dalin të hidhura. Bima prodhon komponimerve të quajtura kukurbitacina si mekanizëm mbrojtës kur është nën stres hidrik, dhe pikërisht këto komponime I bëjnë trangujt të hidhur. Kjo shpjegon pse ujitja jo vetëm ndikon sasinë e korrjes, por edhe cilësinë dhe shijen e çdo trangu. Para se të mbjellni, duhet të zgjidhni varietetin e duhur. Sepse jo të gjithë trangujt janë njësoj dhe zgjedhja e gabuar mund të jetë shkaku I problemeve tuaja. Varietetet e zakonshme të tregut janë hibride selektuar industrialisht për prodhim uniform dhe transport. Kanë lëkurë të trash, pak shije dhe prodhojnë për periudhë të shkurtër. Varietetet tradicionale shqiptare dhe mesdhetare janë selektuar për shije dhe prodhim të gjatë. Lëkura e hollë, shija e ëmbël dhe prodhimi vazhdon deri në fund të verës nëse trajtohen siç duhet. Varietetet partenokarpike, ato që prodhojnë pa polenizim, janë ideal për kopshte të mbyllura ose për zona me pak bleta. Këto varietete prodhojnë tranguj pa fara ose me fara shumë të vogla dhe nuk kërkojnë polenizim të jashtëm. Varietetet gjigante janë selektuar për madhësi. Prodhojnë tranguj të mëdhenj por shpesh me shije më të dobët dhe periudhë prodhimi më të shkurtër. Rekomandimi im: zgjidhni varietet tradicional ose partenokarpik për korrje të gjatë dhe shije të mirë. Pyesni në çerdhen lokale bimore për varietetet që funksionojnë mirë në zonën tuaj. Trangu është bimë me konsum të lartë lëndësh ushqyese. Quhet shpesh devoruese lëndësh ushqyese. Kjo do të thotë se toka ku mbjellni duhet të jetë e pasur dhe biologjikisht aktive para se të filloni. Përgatitja e tokës 2 deri 3 javë para mbjelljes. Shtrojeni 10 deri 15 cm kompost të pjekur ose ple organik të fermentuar mirë dhe përzierni mirë me tokën e sipërme deri 30 cm thellësi.
Ky kompost do të sigurojë lëndët ushqyese bazë gjatë gjithë sezonit. Shtoni gjithashtu 2 gota hidruri për metër katror. Kaliumi i hirit është i nevojshëm për formimin e frutave dhe forcon lëvozhgën e trangullit, nëse toka juaj është e rëndë dhe argjilore. Shtoni rër të trash ose material perlite për të përmirësuar kullimin. Trangu nuk toleron ujin e stagnan. Rënjët mbyten shpejt dhe bima vdes, sekreti i temperaturës së tokës. Ky është detaj që shumë kopshtar ka përcejnë dhe që kushton shtrenjtë. Trangu është bimë tropikale. Nëse toka është e ftohtë, bima vuan. Farat nuk mbijnë mirë, transplantët ngecin dhe bima mbetet e dobët gjatë gjithë sezonit. Toka duhet të jetë të paktën 18 deri 20 gradë para mbjelljes. Si e kontrolloni? Termometri i tokës është zgjidhja ideale. Por nëse nuk keni, futni dorën disa centimetra thellë. Nëse ndihet e ngrohtë dhe e këndshme, toka është gati. Nëse ndihet e ftohtë dhe e pakëndshme, prisni. Zakonisht në zonat mesdhetare shqiptare, toka arrin temperaturën e duhur nga mesi i prillit deri fillimi i majit, varësisht nga lartësia dhe ekspozimi. Si e ngroni tokën shpejt? Mbulojeni me plastik të zezë ose mulç të errët disa ditë para mbjelljes. Ngjyra e errët absorbon nxehtësinë e diellit dhe e transmeton te toka. Kjo mund ta ngrohë tokën 5 deri 8 gradë brenda pak ditësh. Mbjellja. Nëse mbjellni drejt për drejt nga fara, thellësia 2 cm, jo më shumë. Farat e mbjella shumë thellë nuk mbijnë mirë. Distanca midis bimëve 40 deri 50 cm. Distanca midis rreshtave 80 cm deri 1 metër nëse mbjellni horizontalisht. Nëse transplantoni fidan, bëjeni me kujdes sepse trangu ka rrënjë të ndjeshme. Mos e prishni topin e tokës rreth rrënjëve. Ujisni thellë menjëherë pas transplantimit. Koha ideale e mbjelljes jashtë, pas datës së fundit të ngricës në zonën tuaj. Në zonat e ulta shqiptare zakonisht fundi i marsit deri fillimi i prillit. Në zonat malore, maji. Ky hap ndryshon gjithçka dhe është gjithashtu sekreti për kopshtet me pak hapësirë. Trangu natyrisht rritet horizontalisht, duke u shpërndar mbi tokë. Ky mënyrë rritjeje ka shumë probleme. Zë shumë hapësirë. Frutat prekin tokën dhe kalbëzohen. Gjethet mbeten të lagura dhe zhvillojnë sëmundje kërpudhore. Dhe bima është shumë më e vështirë të menaxhohet dhe të korret. Kur e drejtoni trangullin të rritet vertikalisht nëpërmjet rrjetave ose pallave, ndodhin disa gjëra njëkohësisht. E para, frutat varen lirshëm në ajër dhe nuk prekin tokën. Janë më të pastër dhe kalbëzimi eliminohet. E dyta, ajri qarkullon lirshëm midis gjetheve. Gjethet thahen shpejt pas shiut ose ujitjes. Kjo redukton dramatikisht rrezikun e mufjes dhe sëmundjeve të tjera kërpudhore. E treta, drita e diellit arrin të gjithë bimën uniformisht. Jo vetëm majat, por gjithë gjatësinë. Bimë me akses uniform të drita prodhon më shumë dhe prodhon më gjatë. E katërta, korja bëhet shumë më e lehtë. Trangujt janë të dukshëm dhe të arritshëm. Nuk keni nevojë të kërkoni në ngjethë. Si ndërtoni sistemin e entutorimit? Metoda më e thjeshtë, 2 shtylla druri ose metalike të ngulura thellë në tokë në 2 skajet e rreshtit dhe fije horizontale druri ose tel i lidhur midis tyre çdo 25 deri 30 cm lartësi. Bima ngjitet natyrshëm nëpërmjet cirkave të saj. Metoda me rrjeta plastike ose metalike e varur vertikalisht midis shtyllave. Bima ngjitet edhe më lehtë dhe mbahet fort. Metoda tradicionale shqiptare. Palo gjatë secilës bimë të ngulur thellë dhe fije spago të lidhura nga palo drejt larg. Kjo metodë është shumë e thjeshtë dhe e lirë dhe funksionon po aq mirë. Lartësia optimale e sistemit, 1,5 deri 2 metra. Kur bima arrin majën, ktheheni poshtë duke e lidhur butësisht. Siç shpjeguam, trangu është 96% ujë. Ujitura është faktori më kritik pas temperaturës. Ujitura e saktë, rregulla absolute. Kur mos ujisni mbi gjethe.
Gjethet e lagura janë porta kryesore e hyrjes për sëmundjet kërpudhore si mufa dhe kalbëzimi i gjetheve. Ujisni gjithmonë direkt mbi tokë, rreth bazës së bimës, ujitura e thellë dhe e rregullt është qelësi. Trangu ka nevojë për lagështi konstante, jo intermitente. Nëse lagështia luatet shpesh, frutat dalin të hidhura dhe të deformuara. Sa shpesh të ujisni? Gjatë verës dhe periudhave të nxehta, çdo ditë ose çdo 2 ditë. Kontrolloni tokën duke futur gishtin 5 cm thellë. Nëse ndihet e thatë, ujisni. Nëse ndihet pak e lagur, prisni edhe një ditë. Sistemi pik-pik është zgjidhja ideale për tranguj. Siguron lagështi konstante dhe të qëndrueshme direkt te rrënjët pa lagur gjethet. Nëse nuk keni sistem pik-pik, vendoseni një shishe plastike të shpuar me vrima të vogla pranë bazës. Mbusheni çdo ditë. Uji del ngadalë dhe vazhdon të lag rrënjët për orë, mulçimi rreth bazës. Kash, gjethe të thata ose copla druri rreth bazës, 5 cm trashësi, mbajnë lagështinë dhe stabilizon temperaturën e tokës. Kjo redukton nevojën e ujitjes me 30 deri 40% dhe eliminon lagështinë e lartë pranë gjetheve. Ushqyerja natyrale. Çdo javë jepuni trangujve çaj kompostimi. Kjo është e thjeshtë. Merrni një pjesë kompost dhe 10 pjesë ujë. Lini 24 orë. Filtroni dhe aplikoni rreth bazës. Çaji i kompostimit siguron lëndë ushqyese të disponueshme menjëherë dhe gjithashtu mikroorganizma të dobishëm që aktivizojnë tokën. Çdo javë aplikim bën ndryshim të dukshëm pas 2 deri 3 javësh. Shtoni gjithashtu tretësirën e hirit çdo 2 javë. Kaliumi ndihmon formimin e frutave dhe intensifikon shijen. Kur bima fillon të lulëzojë, kaloni te plesia me kalium dhe fosfor. Ndaloni plesin me azot të lartë. Azoti pas fillimit të lulëzimit nxit gjethe shumë por fruta pak. Nëse shihni tranguj të deformuar dhe të lakuar, zakonisht kjo tregon mungesë boron gjatë lulëzimit. Aplikoni kompost të pjekur mirë rreth bazës. Kompostu i pjekur mirë është burim natyral i boronit. Krahasitja strategjike. Krahasitja e trangullit nuk është e njëjtë me krahasitjen e pemëve frutore. Është më e thjeshtë dhe bëhet vazhdimisht gjatë gjithë sezonit. Hapi i parë i krahasitjes. Hiqni të gjithë bishtat anësor që dalin nga nyjet e para, zakonisht 4 deri 5 nyjet e para nga baza. Këto bishta të ulët janë afër tokës, marrin lagështin nga toka dhe janë porta kryesore e hyrjes për sëmundjet. Duke i hequr, forconi bimën dhe drejtoni energjinë drejt lart. Hapi i dytë. Kur bima të arrijë lartësinë e dëshiruar, pritini majën. Kjo ndal rritjen vertikale dhe detyron bimën të prodhojë bishta anësor produktiv. Hapi i tretë. Menaxhoni bishtat anësor. Çdo bisht anësor prodhon lule dhe fruta. Por nëse keni shumë bishta, energjia shpërndahet. Mbani 3 deri 4 bishta anësor kryesor dhe hiqni të tjerët. Hiqni gjithashtu gjethet e thara dhe të verdha menjëherë. Gjethet e thara nuk kontribuojnë në fotosintezë dhe janë burim i mundshëm sëmundjesh. Sekreti i korrjes së pafundme. Ky është hapi që shumica e kopshtarëve nuk e njohin dhe që shpjegon pse disa bimë prodhojnë 2 javë dhe të tjerat gjithë verën. Korrni trangujt kur janë të mesëm, jo kur janë gjigantë. Madhësia ideale e korrjes varet nga varieteti, por zakonisht 15 deri 20 cm dhe jo plotësisht të pjekur. Trangujt e mesëm janë gjithashtu më të shijshëm. Lëkura është e hollë, shija është e ëmbël, pa hidhërime dhe tekstura është e freskët dhe krokante, por arsyeja kryesore për të korrur shpesh nuk është shija. Është sinjali biologjik që i dërgoni bimës. Siç shpjeguam në fillim, kur korrni trangullin para pjekjes, bima mendon se nuk ka arritur qëllimin e riprodhimit dhe prodhon lule dhe fruta të reja. Sa shpesh duhet të korrni? Çdo ditë ose çdo 2 ditë gjatë periudhës së prodhimit intensiv. Kjo mund të duket shumë e shpesh, por është saktësisht ajo çfarë nevojitet. Nëse shkoni me pushime dhe keni tranguj të lënë pa korrur për një javë,
Bima do të ketë prodhuar disa tranguj gjigant dhe të verdh dhe do të ketë ngadalësuar ose ndaluar prodhimin. Kur ktheheni, hiqni të gjithë trangujt e kaluar, edhe ata të verdh dhe të mëdhenj, dhe bima do ta rifilloj prodhimin brenda pak ditësh. Korja bëhet gjithmonë me gërshër ose thikë të pastër. Kur mos tërhiqni trangullin me dorë sepse dëmtoni bishtin dhe mund të lëndoni bimën. Mufa pluhurore është sëmundja më e zakonshme e trangullit. Shfaqet si pluhur i bardhë mbi gjethe, zakonisht në mes të verës kur ditët janë të nxehta dhe netët janë të freskëta. Tretësira e bikarbonatit të sodës, një lugë çaji për litër ujë, aplikuar mbi gjethe, krijon mjedis alkalin që ndalon zhvillimin e kërpudhës. Aplikojeni herët në mëngjes, mufa e poshtme shfaqet si njolla të verdha mbi gjethe dhe shtresë e hirt poshtë. Shkaktohet nga lagështia e tepërt dhe qarkullimi i dobët i ajrit. Entutorimi vertikal që mësuam më parë është parandalimi kryesor. Nëse shfaqet, hiqni gjethet e prekura menjëherë dhe aplikoni tretësirë bakri të holluar. Afidët janë insekte të imta të gjelbra ose të zeza që grumbullohen në majat e degëve dhe nën gjethe. Janë bartës të viruseve. Tretësira e sapunit të zarzavateve, një lugë çaji për litër ujë, i eliminon shpejt. Aplikoni herët në mëngjes, krimbi i kashzes shfaqet si gjurmë të zeza nën lëkurën e gjethes. Hiqni gjethet e prekura dhe azgjësojini larg kopshtit. Prilli dhe maji, përgatitja e tokës, ngroja e tokës dhe mbjellja. Vendosja e sistemit të entutorimit nga dita e parë, maji dhe qershori. Krasitja e bishta të ullët, fillimi i ujitjes së thellë dhe çajit të kompostimit. Vëzhgimi i parë për sëmundjet, qershori dhe korriku, prodhimi intensiv fillon. Korja çdo ditë ose çdo 2 ditë. Plesia me kalium çdo 2 javë. Vëzhgimi i vazhdueshëm për sëmundjet, gushti, prodhimi maksimal. Korja e shpeshtë. Temperatura e lartë kërkon ujitje më të shpeshtë. Mbuloni rrënjët me mulç shtesë, shtatori, prodhimi fillon të ngadalësohet. Hiqni bimët e vjetra dhe mbjellni varietete të vonuara për korje vjeshtore. Me këto kujdese, familja juaj do të ketë tranguj të freskët gjatë gjithë verës. Jo 2 javë. Jo 1 muaj. Gjithë verën, sekreti nuk është produkt i shtrenjtë. Është kuptimi i biologjisë së bimës, temperatura e duhur e tokës, entutorimi vertikal, ujitura konstante pa lagur gjethe dhe korja e shpesh para pjekjes. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që ka probleme me trangujt e tij. Dhe shkruani në komente, çfarë problemi tjetër po keni me kulturat e kopshtit tuaj këtë vit. Shihemi javën tjetër në kopshti i agimit. Mirupafshim.